Pak javë më parë, ju kemi treguar për situatën e parkingut në QSUNT, qendrën më të madhe spitalore në vend, ku trajtohen rreth 500.000 pacientë në vit dhe kryhet shumica e ndërhyrjeve kirurgjikale. Qendra spitalore universitare Nën Tereza i ka fillesat e saj afërsisht një shekull më parë. Nëse i kthehemi historikut, fillimisht në këtë zonë nuk kishte asnjë spital, por një shtëpi që shërbente për të mjekuar të sëmurët. Gjithçka ndryshoi me kalimin e viteve. Qendra u zgjerua dhe në këtë kampus u krijuan 5 spitale, të cilat më pas do të përbënin Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, e cila mori këtë emër zyrtar në vitin 1993. Në një Shqipëri në diktaturë apo e sapo dalë prej saj, askush nuk do ta parashikonte që për ta bërë qendrën spitalore sa më të përshtatshme për pacientët, do të duheshin vende për parkimin e automjeteve, sepse në ato vite makinat numëroheshin me gishtat e dorës. Kudo në ambientet e jashtme të spitalit, ka kaos, gropa, makina që bllokojnë hyrjen e ambulancës dhe as pak investime. Në fakt, problemi i kaosit me oborrin e brendshëm të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza ka qenë i përhershëm, madje disa herë ministrat e shëndetësisë bashkë me kryeministrin janë përpjekur që ta stabilizojnë këtë hapësirë. Të paktën me fjalë, që mbyllet kjo lloj situate me si stacion treni këtu, si stacion vaporash që rrin njerëzit, do ndodhet përfundimisht disiplinimi brenda shkaqe pozitiv që nuk kanë brenda përpara, tani nuk duhet të hyjnë të rrinë për aeroport, spitali, si ndodh në spital botës. por si ka qenë historiku i këtij parkingu? Në mesin e vitit 2014, Ministria e Zhvillimit Ekonomik nisi një aksion për të hequr nga territori i spitalit baret, restorantet, farmacitë dhe dyqanet që ishin të shpërndara në të gjithë hapësirën e brendshme. Në kuadër të këtij aksioni u vendos edhe një trap për të kufizuar numrin e automjeteve që hynin brenda qendrës spitalore dhe sigurisht të vileshin dhe të ardhurat nga hyrje-daljet. Tarifa për parkimin në ambientet e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza ishte 100 lekë për 24 orë, para të cilat do duhet të shkonin për të përballuar mirëmbajtjen e territorit 10.000 metra katror të oborrit të spitalit. Ndërkohë, në nëntor të vitit 2018, Fondi Shqiptar i Zhvillimit saktohet nga Këshilli i Ministrave si autoriteti që do të administronte hapësirën e parkimit në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Vendimi caktonte që të ardhurat e shfrytëzimit për parkim do të shkonin në përmirësimin e infrastrukturës së jashtme të spitalit dhe menaxhimin me cilësi të vendeve të parkimit. Për të maksimizuar të ardhurat, Fondi Shqiptar i Zhvillimit bëri rritjen e menjëhershme të tarifës nga 100 lekë për 24 orë në 100 lekë për 2 orë dhe për çdo orë më shumë për tek kësaj fashe u bë 100 lekë ora. Nga çmimet e reja, të ardhurat vjetore që gjeneronte parkimi i QSUNT-s kapte një vlerë mesatare prej 1 milion euro, ndërsa për vitin 2024 kjo shifër u rrit në plot 2.1 milion euro. Por këto para nuk shkuan për të rregulluar infrastrukturën e spitalit, sepse siç shihet, vendet e parkimit dhe rrugët e QSUNT-s vetëm kanë degraduar. Ndërkohë, autoritetet u kujtuan vetëm disa muaj më parë për të investuar në ndërtimin e një parkingu në qendrën spitalore më të madhe në vend, pas plot 3 dekadash. Një investim ndorë, gjithë që ka jashtë perimetrit godinave tjetë vëzër, duke u shpallur infrastruktura e gjitha këmbësore dhe asnjë makinë mos lëviz as gjithë në QSUNT përveç makinës urgjencës, gjithë pjesa publike jashtë godinave duhet transformohet në park, e duhet jetë tamam xhenet. Dhe a e dini se sa do të kushtoj ky investim? Plot 14.2 milion euro, pra një parkim me kate mbi toksore dhe jo nën toksore me 1400 vende do të kushtoj 14 milion euro ose 10.000 euro për një vend parkimi. Për ta kuptuar më mirë, le të bëjmë një llogari të thjeshtë.